إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërimet dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Dje folëm për Muhammedin alayhi salam, prej lindje deri kur I ka ardhur pejgamberlloku. Muhammedi alayhi salam kur I ofrua të dy zejtave, kur I bani 40 vjet, ai nisi me desht vetmin. Nisi mu vetmu pejgamberi alayhi salam. Merrte ushqim, merrte me hangër dhe me pi, dhe shkonte u vetmonte në shpellin Hira, që gjendet larg Mekës afro 2 mila. Kjo është një shpellë e bukur, e gjatë 4 arshin dhe e thellë 1 arshin, 1 arshin e 34. Pejgamberi alayhis salam muajin e Ramazanit e ka kaluar këtë shpellë, ku aty e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Kohën e kalonte me ibadet dhe duke meditu. E kalonte me përsiatje për çdo gjë që e rrethonte. Madje edhe përgjithësinë. Meditonte pejgamberi alayhis salam duke shikuar qejt, duke shikuar qiellin, tokën dhe gjithçka që e rrethonte, se këtë janë argumente për ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Muhamedi alayhis salam e dinte se populli I tij na është në rrugë të gabuar, se populli I Mekës ishte popull idhujtar, që adhuronin idhuj, që I adhuronin idhujt krahas Allahut subhanahu wa taala. E Allahu e ka parapregadit për ata që do ta priste pejgamberin alayhis salam. Kështu që Allahu xhaleshan nuk ka përgatit Muhamedit alayhis salam në qetësinë dhe në vetmin e malit nur në shpellën Hira. E ka përgatit pejgamberin alayhis salam që mbi supët e veta me bardh një emanet shumë të madh, që është emanet për ta dhe për tërë njerëzimin. Emanet ky që ka me ndryshu botën dhe do ta ekuilibroj historinë. Paramendoni çfarë gjendje të keqe kanë jetuar Mekasit në atë kohë. I kanë adhuru idhujt, I kanë vrarë qikat e vogla, sa kanë lind, vetëm sa kanë vajzë, vetëm sa kanë qik, e kanë mbyt. Kanë bërë shumë sende të turpshme. Kur janë martuar, kanë kry marrëdhënie me një grua disa persona, pastaj kur kanë ngel shtatzan, janë mbledh ato që kanë kry marrëdhënie me atë gruan, edhe gruaja ka zgjedh se kanë ka me marrë për burr. Pra ka pos shturje morale, kanë qenë pa turp, kanë qenë pa marrë në atë kohë. E kur pejgamberi alayhis salam I bushi të dy zejtat, që konsiderohet edhe si viti I pjekurisë së njerëzit, ku njeriu I ka kry sendet kryesore të jetës, tash është pjekma, ka përvojë jetë, ka dituri. Asi zakonisht, jo vetëm Muhamedit alayhis salam ne kemi thënë edhe pejgamberëve të tjerë, Allahu wa ka sjell shpalljen
në moshën 40 vjeçare, në moshën 40 vjeçare. Edhe pejgamberi alayhis salam këtë moshë nisën ju paraqit shenjat e pejgamberllokut. E shenjat e para janë ar-ru'yatu s-sadiqa, janë ëndrat e vërteta që Allahu i khasiet pejgamberit alayhis salam. Ëndrat pejgamberi alayhis salam i kishte qarta, sikur se agu i mëngjesit. Çështja i kishte qarta ëndrat që sjellte Allahu subhanahu wa taala. Në Ramazanin e tretë të vetmis, ku pejgamberi alayhis salam çdo Ramazan u vetmonte në shpellën Hira, adhuronte Allahun. Në Ramazanin e tretë, në shpellën Hira, Allahu vendosi ta lëshoj mëshirën e vet në tokë, që njerëzimit m'ia dhon një pejgamber, m'ia dhon vulën e pejgamberëve, m'ia dhon Muhamedit alayhis salam, m'ia dërgu Muhamedit alayhis salam si i dërguar i Allahut, si njeri i zgjedhur i Allahut. Me gjithë llogaritjet kalendarike dhe në bazë të argumenteve ekzistuese, thotë se pejgamberlloku i ka ardhur Muhamedit alayhis salam me 21 Ramazan, që i përgjigjet të 10 gushtet të vitit 610 Gregorian. Pejgamberlloku i ka ardhur në Ramazan, Kurani i shpall Muhamedit alayhis salam në Ramazan. Këto ëndra e ceka si kanë ardhur pejgamberit alayhis salam të qarta sikur se agu i mëngjesit. S'kan qenë sikur se ëndrat e tjera. Ato ëndra kanë qenë shpallje prej anës Allahut. Çdo herë pejgamberi alayhis salam me vetmimin që e bënte në shpellën Hira, bëhej akoma më i devotshëm. Bëhej akoma më i përshpirtshëm. I jepe ibadetit disa net rasht. E paravajtjes në Hira, në shpellën Hira, merrte ushqim me vete dhe u kthente në shtëpi, merrte ushqim, e vizitonte gruan e tij Hatixhen edhe prap kthehej në vendin e adhurimit, prap kthehej në shpellë. Kjo ka zgjat deri tek paraqitja e melekut Xhibril në shpellën Hira, ku Xhibril alayhis salam i tha Ikra, tha lexo. Pejgamberi alayhis salam tha nuk di të lexoj. Pejgamberi alayhis salam s'ka ditë as shkrim as lexim. Pastaj vazhdoi, më mori në përqafim dhe më shtrëngoi atë se më kaploi mundimi. E këta e përsëriti 3 herë. Dhe pastaj ja shpalli Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fa lexo në emër të Allahut i cili ka kriju çdo send, ka kriju çdo gjë. Ka krijuar njeriu prej gjakut të ngjizur. Po lexo se Zoti i është më bujari, që ja mësoi njeriu të pendën, që mësoi njeriu të shkruan, që njeriu t'ja mësoi atë çka nuk e dinte. Këto janë ajetet e para që Allahu subhanahu wa taala ja zbriti Muhamedit alayhis salam dhe umetit e Muhamedit alayhis salam. Pastaj pejgamberi alayhis salam kthehet në shtëpi tronditur dhe i shqetësuar, se ndodh diçka që nuk është e zakonshme. Kjo ishte e jashtëzakonshme. Kjo ishte mrekulli prej anës Allahut subhanahu wa taala, se meleku Xhibril s'ka ardhur më fol njerëz të thjesht. Meleku Xhibril ka qenë meleku kryesor, i cili ka qenë i ngarkuar me u dërgu shpalljen pejgamberëve, njerëz më të zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Thjet dhe hyn tek Hatixha pejgamberi alayhis salam, të cilës i tha më mbuloni, zemiluni tha. Dhe pi tregon lajmin se çka i kishte ndodhur pejgamberit alayhis salam. I thot kam frikë për veten time. Çka i thot Hatixha? Pengullon burrin e sajna, ta përgozon burrin e sajna dhe pi thot Allahu ti kur nuk ka më tërprua, sepse ti je njeri i cili i viziton të afërmit, kujdesesh për të varfërit, e kompenzon të humburën, e gozdit musafirin, gjithmonë i ndihmon të tjerat dhe e ndjek të drejtën. Kjo është edhe mësim për neve, se nëse na jena drejt, edhe nëse na jena në rrugën e vërtet, Allahu s'na humb asnjëherë. Pra kur njeriu s'bën mu dëshpëru, çka do që mi ndodh në jetë, nëse je prej vepër mirave, kur s'ka me të humb Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka më ta çora isprov. Ka më të dogë që të ka humb pak busulla. Ama nëse je prej vepër mirave, nuk ban mu shqetësu, nuk ban mu zemru, nuk ban mu dëshpëru asnjëherë, se ti je më i larti nëse je në rrugën e vërtetë. Edhe kështu po përgëzon
edhe pjep ngushtim, për mundos bja largu mërzien edhe shqetsimin Hatidja burit Muhammedit alayhi salam. Pastaj Hatidja radiallahu anha shkon me Muhammedin alayhi salam tek djali Axhës vet, tek Waraqa bin Nawfal. Ky njeri e kishte pranuar krishterimin në kohën e xahiletit, dhe ky e ka njoft Injilin. Ka qenë për njerëzve të ditur, ka qenë në moshë të shtyrë, ka qenë plak, dhe ka qenë i verbër. Thot djali i Xhaxhait, thot dëgjoje tregimin e djalit të vëllau tënd. E Verejka i tha Resulullah, o djali i vëllau tim, më trego se çka ke parë. E pejgamberi alayhis salam nisi mi tregu se çka ka parë. Nisi mi tregu se si ka ardhur shpallja, si ka ardhur melejku Xhibril dhe ja ka shpall ajetet e para. E për thot, ky ka qenë i besori i Zotit. Ky ka qenë melek i Zotit, të cilin Allahu xhaleshanu ja ka dërguar edhe Musaut alayhis salam, ja ka dërguar edhe pejgamberëve tjerë. E për thot, sikur ta kisha fatin të isha i ri, se kishte plak, ishte hyrë në moshë. Thot, sikur ta kisha fatin të isha i ri, sikur të do të Zoti që të jem gjallë, kur popullit ty ka me dëbua. Se për thot, se kush ka ardhur si ti? Kush ka ardhur me shpallje si ti? Populli ka dëbu, populli ka persekutu, populli ka dhunu, i ka shau, i ka fi, ja ka bëkit qijat. Kështu kanë qenë pejgamberët e Allahut. Kanë qenë të sprovuar në talent. Kanë qenë të sprovuar në familje, në popull, në shëndet, me sprova të ndryshme. E thot nëse e pres atë ditë, thot ka me ndihmu me gjithë zemër. Mirë po, Waraqa bin Nawfal vdiq, edhe nuk arriti mi përjetu këtë sende. Pas kësajna, pas shpalljes së parë që Allahu, pas fillimit të shpalljes, pati një ndërprerje të shpalljes. Allahu nuk i zbriti ajete, thosë disa ditë. Si ka zbrit Allahu subhanahu wa taala ajete tjera Muhammedit alayhi salam. Pastaj Xhibrili i paraqitet për zyti herë pejgamberit alayhi salam. Bariu transmeton nga Xhabir ibn Abdullahu se ky e ka dëgjuar pejgamberin duke shpjeguar ndërprerjen e shpalljes dhe thot: "Gjersa shkoja për te malit, e dëgjova një zë nga qielli. Ngrita shikimin lart dhe e pash engjëllin i cili patar në hira. Rinte ulur në një karrike, ish as në tokë as në qiell. Atëherë thot pata frikë nga ai dhe ula shikimin në tokë. U ktheva në shtëpi dhe ashtu i frikësuar, thash më mbuloni, e ata më mbuluan, kurse Allahu thot më shpalli, ja eyyuhal muddathir, thot o ti i mbuluar, ngritu dhe të rreq vërejtjan, duke i thirr, deri tek fjala fahjur. Thot ngrit dhe thërë në rrugën e Allahut. Të urdhëron Allahu subhanahu wa taala pejgamberin alayhis salam që tash më nis, i thirr njerëzit në Islam, i thirr njerëzit në iman dhe në tauhid, në shmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Llojet e shpalljes janë disa. Nuk është një. E cekëm se lloji i parë i shpalljes është ru'yatu sadika, ëndrat e vërteta që kanë ardhur pejgamberit alayhis salam, që nuk kanë qenë të zakonshme sikur se ëndrat e tjera. Që i ka parë pejgamberi alayhis salam sikur agu i mëngjesit. Shkalla e dytë është shpallja të cilën pejgamberi e ka pranuar nga Xhibrili përmendsh. Ja ka shpall shpallën Xhibrili, ja ka kumtu shpalljen dhe pejgamberi alayhis salam e ka mësuar të përmendsh. Shkalla e tretë, kur pejgamberi alayhis salam i ka ardhur Xhibrili, mirë po si ka ardhur në formën e vet, i ka ardhur në formën e një njeriu. Shkalla tjetër është engjëlli ndonjëri vinte në trajt të kumbimit të kambanave. E kjo ishte, i ka ardhur sikur se tingulli i ziles. E kjo ka qenë më e vështira për pejgamberin alayhis salam. Është njerëzit pejgamberi alayhis salam kur i ka ardhur ky lloj shpalljes. Ka pas sigurt të madh. Djersitje të madhe ka pas pejgamberi alayhis salam. Shkalla tjetër është kur ka ardhur Xhibrili pejgamberit alayhis salam në formën e vet. Ashtu si që ka kriju Allahu subhanahu wa taala, atëherë i shpjegonte pejgamberit se çka i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë, pejgamberi alayhis salam e ka pranuar shpalljen
dy herë. Që I ka ardhur Xhibrili alayhis salam në formën e vet, ashtu siç e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Mënyra tjetër është mënyra e drejtë për drejtë e dërgimit të shpalljes nga Allahu subhanahu wa taala. Gjersa ka qenë në qiell, në natën e ngritjes së Lejletul në natën e Mirajit, Lejletul Miraj, në lidhje me namazin dhe disa të tjera, që I ka folë drejt për drejt Allahu subhanahu wa taala. E shkalla e 7, Allahu xhaleshanu drejt për drejt I flisë pejgamberit pa ndërmjetësimin e melekut, pa ndërmjetësimin e melekut Xhibril, ashtu siç I ka folë Musa alayhis salam. Allahu ka thënë se Allahu I ka folë drejt për drejt Musa alayhis salam. Këto janë shkallët e shpalljeve që I ka thënë Ibn Kajmi në librin e tij. Pejgamberi alayhis salam në surën Muddathir I ka pranuar disa urdhra. Ja ayyuhal muddathir, o ti mbuluar, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ar-rujza fahjur. Thot o ti mbuluar, ngritu dhe të riqavërejtjan, duke I thirrë njerëzit, dhe Zotin tënë madhroja, dhe petkat tua pastroj, dhe largohu nga veprat e këqija, dhe mos ndaj me qëllim që të marrësh më shumë, edhe për hir të Zotit të nderoh. Këto janë disa mësime që Allahu ja dha pejgamberit alayhis salam edhe këtë umetit. E para, o ti mbuluar, thot, ngritu dhe tërheq vërejtjan. Kjo është urdhri I parë që pejgamberi alayhis salam me thirr nuk të Allahut. Edhe thirrja në rrugt të Allahut është misioni I pejgamberit alayhis salam, është edhe misioni I pejgamberëve dhe është obligimi I secilit prej neve me thirr në rrugt të Allahut. Dihet, sparjari kina obligim familja me thirr në rrugt të Allahut. Nanën, babën, vllaun, motrën, fëmijët e kina për obligim me thirr në rrugt të Allahut. Më mësu se çka është tauhidi njohëria e Allahut, më mësu se çka është namazi, çka është zakati, çka është agjërimi, më mësu elementet bazë të Islamit. Sidomos fëmijët do të më pas shumë kujdes me fëmijët që më eduku ashtu siç duhet. Më eduku ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Çka thon pejgamberi alayhis salam? Fëmia kur t'i baja 7 vjet thot urdhëroj për namaz. Jo me të dhimbt. Hale se ka vakt. Kur t'i baja 10 vjet nëse nuk falet, me eduku ka pak. Më mësu fëmijës prej zvoglim namazin se kur dritet. Nëse se ke eduku me namaz kur dritet ai s'falet hiç. Vetëm nëse e udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Me pas kujdes në edukimin e fëmijëve. Thot Allahu në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, thot, ruajini vetveten, çfarë vetveten, edhe familjen nga zjarri I xhenemit, lën djegës të cilët janë njerëzit dhe gurët. Ruajt vetveten edhe familjen. Nuk ban me ana shkalu këtë asnjëherë. Sa prej baballarëve që I falen, ndërsa fëmijët nuk I falen. Sa prej baballarëve falen, ndërsa vajzat I kanë pambulesë. Sa prej baballarëve falen, ama fëmijët nuk I thirrin namaz. I dhimbët fëmijën me çu për namaz sabat, thotë jo se kam e shku në punë. Ma shumë japin rëndësi punës se sa namazit. Ndërsa namazi është para të gjithave. Namazi është e para, adhurimi ndaj Allahut është I pari, pastaj vin këtë punë tjera të dunjas. Kryeti namazi, pastaj shko ku dush, bën çka dush. Kornizat halalit dhe të haramit. Tjetra është dhe Zotin tënë madhraja është që mos ta lët dikush I cili I kundërshtohet kënaqësisë Allahut e të mos t'ja tërheq vërejtjen. Është obligim për neve që kur ta shefsh dikën duke bë keq, sidomos personat e afërm ja tërheq vërejtjen, I thonë o filan ki frikë Allahun se je duke vepruar gabim, o filan ki frikë Allahun dhe nis fala namazin, o filan ki frikë Allahun, kthej rrugës Allahut se dallash je, gabim je. Është obligim. Dhe thot dhe petkat tuaja pastroje. Patjetër se besimtari do të më koni pastët në jashtëmën e tina dhe të brendshmën e tina. Besimtari do të më koni pastët në jashtëmën e tina. Dihet se prej kushteve për me fal namaz, është besimtari mi pas të ishat e pastërta,
trupin e pastërt edhe venin ku është çifalot më koni pastërt. Pra s'mundet edhe besimtar dhe më koni pa pastërt. Pastërtia është gjysma e imanit, apo pastërtia është degë e imanit, është pjesë e imanit, ka thënë pejgamberi alayhi salam. Pra muslimani do të më koni pastër çdo herë, një ardhëra mirë çdo herë, më kon pedant çdo herë. Pejgamberi alayhi salam i ka kushtuar rëndësi të madhe pastërtisë. Islami thirr për pastërtisë, Islami është vetë i pastërt, edhe thirr për pastërti. Do të më pastru pjesën e jashtme, mirë po do të më pastru edhe pjesën e brendshme që është më e rëndësishme. Më e rëndësishmja është me largu zemrën tone për çdo cilësie të keqe. Musliman edhe mendje madh nuk shkon. Musliman edhe xhelos nuk shkon. Musliman edhe mjadish të keqe ndikuja nuk shkon. Pra me pastru të brendshmën për çdo cilësie të keqe. Dhe me lutë Allah, në Allah largoma çdo cilësi të keqe që e kam, ose që mund ta kam. Se ndonjëherë njeriu e ka një cilësi të keqe, ama nuk e vërejnë. Do të më të rresh vërejtën, o filan. E keni cilësi të keqe. Dush mu përmirësua. Njeriu do të më përmirësu të brendshmën e tij na. Me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, se na non stop do të më përmirësu vetën tonë. Të brendshmën edhe të jashtmen. Non stop kena nevojë për përmirësim na. Për shta na vina në xhami, kena nevojë me ndëgju në ligjërat, kena nevojë me dëgju në ders, me dëgju në fjalë të Allahut, në fjalë të pejgamberit që mu përmirësu. Edhe unë kam nevojë mu përmirësu, këtë kena nevojë mu përmirësu, se këtë na rob të Allahut, ina gabimtar, ina me mëkate, ina me mangësi. Ama se silli prej neve do të më bë xihad, do të më bë luftë me vetën tonë mu përmirësu. I shtu vaj pra të mira, cilën vaj përse ku mbot të mirë më herët, që të Ramazan me nisë me bëhe. Cilën vaj për të keqe e ku mbo, që në Ramazan me nisë edhe me lanka me ka dalë. Pra me përmirësu vetën tonë. Çdo herë me bo maksimumin, me bo xihad të madh me vetën, në përmirësim për ka e mira, në përmirësim për ka rruga e shpëtimit. Pastaj thot, dhe mos ndaj me qëllim që të marrësh më shumë. Pra kur të ndajsh, si për veti si për tjerë, ndaj me drejtësi. Mos i bën pa drejtësia skujna, se pa drejtësia të kthehet, çysh në dunja. Çysh në dunja pa drejtësia, i ke bë pa drejtë kujna ka më të kthy çysh në dunja. Mos folje për botën tjetër e cila është më rënd. Pastaj, qëllimi i pesë i ajetit dhe thot edhe për hir të Zotit dora. Kimë thirr rrugt të Allahut, kimë pastru të mërashmën edhe të jashtmën tone, kimë punu me drejtësi dhe dora. Se si di bash këto, patjetër se kimu ballafaqu me probleme të ndryshme, me të lashe të ndryshme. Se njeriu i drejtë, njeriu i drejtë sa herë ballafaqohet me padrejtësi. Njeriu i drejtë sa herë ka mu ballafaqu me njerëz që nuk ja dojnë të mirën, me njerëz që dojnë mi bë keq. Në posaktimi i Allahut ndodh. Çka do që planifikojnë njerëzit? Çka do që bëjnë plane njerëzit? S'mujnë me bë kur gjo pa lejnë Allahut subhanahu wa taala, prandaj njeriu do të mos i çajë sa herë. Mos mu tut, mos mu frikua, se caktimi i Allahut ka me ndodh. Çka do që dëshirojnë njerëzit me bë, s'mujnë me bë pa lejnë Allahut. Dhe kjo është prej shkallëve të lumturisë. Që e kum përmend edhe më herët. La yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Nuk na godet tjetër por asa ata që ka caktuar Allahu. Andaj mos u friko. Mos u shqetëso, mos u brengos. Se ka mendon caktimi i Allahut. Ata të cilët ka caktuar Allahu ti me marr, s'ka kush që mund të ta marr ti atë risk. Se që shkar në hadith e pejgamberit alayhis salam, se risku e njek njeriu që ashtu që njek vdekja. A mundot njeriu mi ik vdekjes, s'ka shansa. Që ashtu edhe riski s'ka shansa mi ik. Prandaj fitoje pasurinë me halal. Mundohu me fitu me halal, mundohu mu largu, në stop i haramit. Çat pasurinë ti ke me marr? As më shumë as më pak. Çat ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Këto janë mësime prej anës Allahu subhanahu wa taala. Kjo do të më konë këshill edhe nasihat për neve. Me marë mësim prej ajeteve kuranore, prej fjalëve të Allahut. A ka mësim më të mirë se me marë mësim prej fjalëve të Zotit, prej fjalëve të Krijuesit. A ka më mirë se me marë mësim prej fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Ki vetë se pejgamberi s'ka fol prej vetes. Gjithçka që ka fol ka qenë shpallje
prej anës së Allahut. Fjalët e tij kanë qenë të zgjedhura, kanë qenë me shumë urtësi dhe me shumë dobi. Allahu Allahu në madhruar me na mësu me kuptu të vërtetën si të vërtetë dhe me pasu ata. Elus Allahu në madhruar me na mësu me kuptu të pavërtetën si të pavërtetë dhe mu largu prej sana. Elus Allahu në madhruar me na vë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elus Allahu në madhruar me na mësu me hin xhenet pa hesab dhe pa llogari. Elus Allahu në madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarm të xhenemit. Elus Allahu në madhruar me pranu namazin ton, agjerimin, lutjet, istighfarin, leximin e Kuranit dhe çdo vepër të mirë. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.